Momente të ëmbla mes Jozit dhe Olës, një afërsi që po bëhet gjithnjë më e fortë në shtëpinë e Big Brother. Marrëdhëniet mes banorëve ndryshojnë çdo ditë, por duket se Jozi dhe Ola po krijojnë një lidhje të veçantë. Ata kanë kaluar një mbrëmje shumë të afërt, të mbushur me të qeshura, përqafime dhe shikime domethënëse. Teksa ndodheshin në oborrin e shtëpisë, Jozi dhe Ola po bisedonin mes tyre, duke ndarë mendime, kujtime dhe batuta që i bënin të qeshnin me gjithë shpirt. Ola duke e lumtur dhe e relaksuar pranë tij, ndërsa Jozi nuk e hiqte shikimin nga ajo, si për të vëzhguar çdo reagim të saj. Në një moment lozonjar, Jozi e ngriti Olën në krah, duke e bërë atë të lëshonte një ritëm të lehtë gëzimi dhe të qeshte pa ndalur. Ola i mbështeti duart rreth qafës së tij dhe i tha mes të qeshurash, "Jozi, më lër poshtë. Po më bën të dukem si një fëmijë." Por Jozi nuk e lëshoi menjëherë. Ai vazhdoi ta mbante në krah dhe të rrotulloi paksa, ndërsa banorët e tjerë nisën të shikonin me kurreshtje dhe të bënin shaka me ta. Disa prej tyre filluan të bërtisnin, "Shikoni pak, këtu kemi një çift të ri." Ola u skuq lehtë nga komentet e banorëve, por nuk mund të fshihte buzëqeshjen e saj të kënaqur. Pasi Jozi më në fund e uli, ajo i dha një shpullë të lehtë në krah dhe i tha, "S'do ta harroj këtë, do ta marrësh mbrapsht." Jozi qeshi dhe ju përgjigj me një ton ngacmues, "Ti vetëm gjeje momentin, unë jam gati." Ky moment i afërt midis tyre nuk kaloi pa u komentuar nga banorët e tjerë, të cilët filluan të spekulonin nëse ndoshta mes Jozit dhe Olës po lindte diçka më shumë se sa thjesht miqësi. A është kjo vetëm një lojë mes tyre apo një ndjenjë që po rritet? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim.